Ja dhe kompleksi memorial pas tubimit që e kemë bajt dje. Pilon edhe një 2 ditë, pasi sot pat vizitor, Farie Hoti ka dhënë intervistë për disa. Se tani i qonë frymave shikara. Nesër, në ora 9:30, këtu vendosim kuror për dëshmojnë në Enver Doraku. Ndërsa në ora 11, takomi bashkë me tregovës të Hasit, të familjes Shefki Thaqit dëshmorit, lartë për mi fshatin Dobërdelan, sot i Liran, për në zhvillu luftimet për 8 ditë e 8 net. Të ka ra dëshmori Sni Morina në atë vi i Landovicës, ka ra Reshat Muqa i Vranicit, ka ra Indricarën atë pjesën dhe me 31 e shimi nesër atje. Disa mërgjimtarë kanë blatë pare në Gjermani, kanë kërku një shtyll të madhe me bosin prizren, po ja, pola me jeton bytyqin 6.000 euro, sa kushton ajo. Ju qesa dhe shkrimin, e marrim atë vogël dë një, për me vendos plamurin lartë që shorë. Ta shoha dhe Emilin pak për video jetin, cili gjithmonë ka qenë aktiv në çdo ngjarje, duhet me thirr për nesër për Enverin, fotografit i bon Mili. Nesër, si çdo vit ti, sa nderit për çdo ngjarje në orën 11 në Dobërdelan për Enverin ashtu i thashë. Në ora 9:30 qesim për ora këtu, pashta vazhdojmë të akome me të bogës. Shala në mërë koha dhe gjithë. Ka i kohë tash. Po, ma. Në kjera ise. Vule, po. Në krushja me njësë në rogë për lirin, raha vecin me bashkë i pënin, i madhi zot kështu e kalan, o vesh i pënizit mon me kanohej. Ej, me shliri mi tor jam i kalit, tu i shperin të me shok për dit, tu i ndel zjarën kullit e vajgjaku, në rrug të liri se në verduraku. Tu i ndel zjarën kullit e vajgjaku, o në rrug të liris se në verduraku. Ushka e ti shkre